Besart Kelmendi, i njohur nga të gjithë me emrin e artit Gjesti, ka marrosur dynjan me dëshirën e tij për të qëndruar për muaj të tërë në hapësira të kufizuara, larg kontaktit me botën, por njëkohësisht i survejuar nga të gjithë ata që ndjekin me fanatizëm Big Brother, si në Shqipëri ashtu edhe më përpara në Kosovë. Disa e konsiderojnë një tepër të artikuluar, një person që nuk e çon deri në fund asnjë fjali, e shpeshherë i bezdisshëm. Ndërsa për shumë të tjerë ai është një lojtar i vërtet, deri në kufit e fenomenit. Dhe teksa Big Brother VIP Albania është thuajse drejt përfundimit, janë pikërisht këta të fundit që e mbajnë në lojë, me mbështetjen përmes mesazheve që dërgojnë në emër të tij, sa herësh në televotim. Por jo vetëm. Një formë mbështetje për banorët e Big Brother e kthyer në modë është ajo nga jashtë shtëpisë, e cila lidhet kryesisht me krijimin e fanpage-eve në rrjetet sociale për t'i treguar publikut më të mirën e një konkurrenti të caktuar. Por nuk është më pak e rëndësishme mbështetja me dron dhe parashuta me banderola që përmbajnë mesazhe suportuese. Por sa tha më sipër, nuk janë asgjë. Sepse fansat kanë edhe një armë tjetër potente për të treguar supermacinë e idhullit të tyre të ngujuar në shtëpi. Helikopterët. Si në rastin e vëllezërve Veshaj në edicionet e kaluara, kur Romeo fluturoi me helikopter mbi shtëpinë e Big Brother dhe lëshoi qindra trëndafila si mbështetje për Donaldin, i cili më pas humbi përballë Ilir Shaqirit. Por këto kohë që lan pas aq dhimbje plak tek fansat, tashmë janë harruar. E tashmë është Gjesti, konkurrenti i një inteligjence të rrallë që ka ma gjepsur trojet shqipfolse. Dhe këtu nis historia jonë. Një djalë nga Ferizaj me emrin Diamant Aliu, para një muaj e gjysmë, 2 muaj ka filluar me një fanpage të vetin titulluar Nubi Team për Gjestin. Aty ai gjatë gjithë kohës transmetonte live duke vjedhur pamjen nga televizioni ku transmetohet ky emision. Këtu pasaj atij lindi ideja e parë për të bërë një parashut në përkrahje të Gjestit. Nëse dikush për juve ka dëshirë, ka mundësi mirë bashkangjiten këtij aksioni, atëherë që keni numrat e kontaktit, garantohet se shkojnë për iniciativa që marrën për Gjestin. Mu do ide e mirë, pa ta fol me ta, pa ta komuniku. Tash qysh me dërgu në 2 pare, tha moj 7 gifta. Në fillim ja kom nis do gifte kanë ka për një vlerë aty dikon 700 euro. Plot 700 euro për të mbështetur një konkurrent të një loje. Për ne të zanatit që shohim çdo ditë raste personash të sëmur që nuk kanë mundësi të blejnë ilaçet, apo persona në nevojë që nuk kanë me se të ushqejnë fëmijët, të tilla donacione ngjajnë si para të hedhura në det. Por sidoqoftë zgjedhjet janë personale, edhe ndjeshmëria gjithashtu. I ka dërgu direkt prej Zvicrës, ka dërgu në Tiranë paret që fluturoje parashuta, se ish bo veç gati. Te parashuti pari kum dërgue 250 euro. U mbledhën fonde, u realizua parashuta e parë. Teksa më herët ju treguam se Diamant Aliu është njëri nga Ferizaj i Kosovës, i cili ndërmori nismën e mbledhjes së fondeve në mbështetje të Gjestit, ju sqarojmë se djemt që po flasin lidhur me këtë episod janë të gjithë emigrant, kryesisht në Europë. Dhe kuptohet, të gjithë tifos të çmendur të Gjestit, aq të zjarrt sa që kanë kontribuar nga të ardhurat e tyre për fluturimin e një parashute mbi shtëpinë e Big Brother. Ky ishte procesi kur Diamanti fitoi besimin e shumë njerëz për të kontribuar për organizimet e rrallë. Pikërisht momenti kur mashtruesit serial përgatisin goditjen fatale. Këto janë bërë edhe filma, apo jo? Meqense kam pasur eksperienca të kaluara me menaxhime dhe organizime të grupimeve, i propozova idenë për të quar një helikopter për Gjestin. Dhe këtu filloi domethënë edhe një herë mbledhja e fondeve nga ana e Diamantit. Për helikopter, jam apruar rrugës, edhe nesër besoj që e kaloj për 2000 euro shifrën. 2/3 veç se i kem siguruan, janë pyetje edhe 1000. Helikopteri kushtonte 3250 euro, të cilat u mblodhen brenda pak ditëve. Por televizioni ku mbahet emisioni nuk na aprovoi fluturimin me helikopter, kështu që do lind pak ide për të bërë fluturim me 5 parashuta një herë, gjë që do na kushtonte 5000 euro si grup. Dhe në fund pse jo, po kontribuoj. U mblodhen 5200 euro. Të rinje të reja në Shqipëri dhe Kosovë, të cilët bëjnë një punë kolosale për familjet në nevojë, duke mbledhur shuma modeste tek donatorët vetëm për të siguruar një vakt, një veshje apo një çantë shkolle për fëmijët e varfër, ndoshta do të vënë duart në kokë me çfarë po dëgjojnë nga këta të rinj, të cilët kanë mbledhur 5200 euro për parashutat e Gjestit. Për parashutat e Gjestit. Ne kalum shumën 5000 me idenë të Diamantit, ja mundsojmë edhe pagesën e shpenzimeve, po edhe një fundjavë me bashkëshorten e vet në Durrës gjatë kohës që do priste për të ngritur parashutat. Kjo po që është bamirësi.
Ne mendonin se janë mbledhur 5, por realiteti është që janë mbledhur shumë më shumë. Duke mos pasur ne kontroll në giftet që hidheshin diamantit, ai çdo gjë e mbante të fshehur për vete. Ne nuk ndërhynim shumë te kjo pjesë se ne dinim vetëm fondet kryesore. Pra diem si një djalë nga Isra që ka bërë 1900 euro kontribut. Është një djalë tjetër këtu në Gjermani i cili ka bërë 1200 euro kontribut. Unë shumën teme që e kom dërguar, domethënë në total diku 1900-2000 euro. Unë Zvicra, jemi dikundi 3.000 diçka. Pagesat janë bërë nëpërmjet Western Unionit, RIA, MoneyGram, domethënë janë gjitha pagesa të dokumentuara, shumë goxha të mëdha, të cilat fatkeqësisht janë trukur. 10 dërgesa në emër të Diamantaliut, shuma që fillojnë nga 50 deri në 500 euro, brenda një kohe shumë të shkurtër nga e gjithë Europa. Të premten kemi folur në Mrami, kemi folur me ta, ai ka pas munis për Tiranë me mëngjes. Të bënte pagesën e 3 parashutave që kushtonin 3.000 euro, të çonte 2 drona, ku atje do e priste edhe një djalë tjetër që do pilotonin të 2 dronat bashkë me atë djalin. Bëhet fjalë për 2 Phantom 4 që i kemi gjetë të përdorur, kanë kushtuar 1.000 euro të dy drona. Dhe aty ndodh ajo që mund ta imagjinoni lehtë. Të shtunën, ne normal prisim që diamanti të jetë në Tiranë të bëjë pagesën dhe të bëjë fluturimet, ai u zhdu. Kuptohet, me mbi 5.000 euro dhe 2 dronët. Ora 2 e natës ka qenë momenti i fundit kur diamanti ka qenë online në WhatsApp dhe në gjitha rrjetet e tij sociale. Ora 2 e natës. Okej, mund të jetë dhe një gjumë tjetri. Kemi dhënë nuk u lajm kërkoni që kanë mbyll me telefona me faqe të internetit me kaj. Edhe të bërë merak se mos ndoshta i ka ndodhur diçka, dërguam dikë që të shkojë te familja të pyet. Duke pyetur në lagjen ku jetonte diamanti, fjalët e para ishin për çfarë e kërkoni apo ju ka mashtruar. Aty djemt kuptojnë se Diamanti është një mashtrues serial i njohur nga të gjithë në Ferizaj. Pastaj gjetëm numrin e tijatit, ai na tha që nuk i intereson për diamantin se çfarë ka bërë. Nuk di unë sen, nuk di, s'kam kur fa lidhe me ta. Nuk di gjon, se shka bana i shka marrën sen. Nga këto pak fjalë të babait kuptohet se raporti mes tyre nuk është as pak normal, me shumë mundësi nga jeta jo e mirë dhe jo e denjë që ka nisur të bëjë biri. Në momentin që ne zbuluam mashtrimin e diamantit, dolën në pak edhe njerëz të tjerë të cilët kishin kontribuar, por ne nuk i dinim. Ishte një zonjë e cila na kontaktoi dhe tha që i kishte çuar 300 euro dhe ishte duke bërë gati për të nisur edhe 1.000 euro të tjerë. Ai ja treguam se kjo është e vërteta dhe i shpëtoi këto 1.000 euro. Kaq shumë njerëz të gatshëm të heqin parat nga xhepi i tyre, t'ja dërgojnë një të panjohuri vetëm e vetëm për t'i treguar mbështetjen një konkurrenti të Big Brother. Mirë se vini në 2025-ën. Të gjithë ne jemi njerëz që mbajmë familjen nga punët tonë dhe ato fonde që ja kemi thuar diamantit i kemi kursyer për të ardhur verës në pushim, i kemi ndarë nga familja duke u solidarizuar me atë djalin që është brenda në Big Brother, sepse shumë nga ne e gjejnë veten në vujtet apo në përjetimet e atij djalit. Kjo na ka bërë të jemi empatik ndaj tij edhe të mos kursehemi. Ku kanë tentimi jam që kum ditë vetëm i ndihmu, o kanë kur fjalë për Jozit, për Jos Markut, po për shkine. E na e dim këtë populli çka kemi hekti tyve, që aty domthon kemi mundur sa më shumë me mbështet atë njerëz. Se pi bën shumë padrejtia. Edhe na son që kena porë shumë me kënaqësi, po kena dashur me mbështet din vllatonin. Pëlqimi është diçka që të shtyn të bësh gjëra të caktuara. Si dikur që është fan si Cristiano Ronaldo, çfarë stadioni do luajë Cristiano Ronaldo ai do shkojë ta shoh. Edhe kjo është domethënë një formë që ne i shprehim atij mbështetjen tonë, edhe mirënjohjen për atë çfarë ai po dhuron në atë spektakël. Edhe pse nga ana e atij produksioni kemi qenë vazhdimisht të luftuar, kërkesën tonë për të çuar 5 drona na e vënuan 2 ose 3 javë, kërkesën tonë për helikopter na e refuzuan, që ai djali mos ta marrë vesh krahin që ka. Faktikisht ato bëshin padrejësia djesi se djesin e mbashin vesh me kokën poshtë, nuk dojshin që me i shku 5 parashuta, atër do mendonte se okej, unë jam shumë një fort jashtë edhe nuk ka nevojë shumë e shumë. Edhe kjo na shtynte akoma më shumë për të gjetur mënyrat për ta përkrahur. Kjo është lloj çefi, si më kanë dikush ofanci Mesit e përkrah Mesin. Loja e Gjesit ka pëlqyer edhe në Kosovë dhe kom pa që ju ka bë pak si pa drejt. Ka hik shumë edhe si personazh më ka pëlqyer edhe për atë arsye kom kontribu për ta. Disa djem janë solidarizuar me Gjestin për shkak të vuajtjeve që ka kaluar. Disave u pëlqen loja e tij. Të tjerë janë prekur nga ofendimet që janë bërë apo padrejtësitë për të cilat ata akuzojnë produksionin. Por mos ndoshta të gjitha këto janë sërish një hall i vogël krahasuar me qindra familje që nuk kanë të siguruar as bukën e gojës. Ato janë dy zona shumë ndryshe. Kjo është diçka që ja po forcë djalit. E bëjmë nga qefi, nuk e bëjmë nga hall. Na kontribuojmë edhe për smu, dërgojnë Shqipëri ose vite të tregoj ti të them se kam filon vendin, kam dërguar. Çdo herë jam anonim. Ne si diaspor, sa herë që të rritemi në kauzat
të caktuara, siç janë pamirësia, ne jemi gjithmonë të gatshëm për të ndihmuar dikën në nevojë. Ne nuk presim të kemi sa lekt kursyra për të ndihmuar. Shumë djem nga diaspora kur shohin një djalë në Shqipëri apo në Kosovë që ka nevojë për një kurim apo për një trajtim, të garantoj që 90% prej nesh, edhe në rast se kishin lekët, do mirrin kredit dhe do ja nisnin. Në për xhamia, në për çështën për familjen bane kom vonë sa kom shumë Kosovë. Për bamirësi, domethënë, me familje teme për çdo vit na kontribuojnë për bamirësi. Me prindë mi, me vllahun, kontribuojmë edhe në pjesë. Dhe teksa djemt na shpjegojnë se si janë gjithmonë të gatshëm për donacione bamirësie, ne vazhdojmë të mos e kuptojmë se çfarë kanë në mendje kur mbledhin para për drone e parashuta. Ore, mos jemi ne pak të prapambetur? Mos kemi mbetur të izoluar nga bota? Nuk I dihet asnjëherë. Sidoqoftë jemi këtu për të kuptuar se çfarë u bë me paratë e përvetësuara nga Diamanti. Dikush kishte dërguar dikë dhe ndryshoi qasja e familjarëve të Diamantit, ku vllai e qiti Diamantin të flasë me këtë njeriu. Dhe Diamanti thotë që policia në kufirin me Shqipërinë gjatë kontrollit ja ka konfiskuar dronat dhe telefonin e tij personal. Nuk po se loshe rrugës për Shqipërinë, se kam marrë telefonin e sojtos, se kam se më kanë konfiskuar kufer. Dhe ky I thotë, "Okej, në rregull, të kuptojmë, nga çdo dokumente që të ka lëshuar policia gjatë konfiskimit të gjërave." Këto dokumente nuk I kishte Diamanti, se realiteti është që nuk janë konfiskuar kurrë. Dhe këtë gjë djemt e vërtetuan nga bashkëshortja e Diamantit, e cila së bashku me familjar të tjerë të tij I gjetën dhe I dorëzuan 2 dronët e përvetësuara nga I riu. Sa I përket parave, ajo tha se nuk di gjë. Në këtë pikë, të friksuar se paratë e tyre nuk do të ktheheshin më, donatorët e Xhestit kërkojnë ndihmë nga persona që mund ta njihnin Diamantin, duke publikuar foto të tij me mbishkrime të caktuara që kanë lidhje me mashtrimin. Dhe Diamanti na ka kontaktuar një herë në orët e vona të natës, duke na kërcënuar që gjëra do kalonin në personale, në rast se ne nuk I fshinim këto postimet që sipas Diamantit ishin denigruese për figurën e atij. Po çfarë mund ta degenerojë një mashtrues më shumë se mashtrimet e veta që I bën? Unë I kam besuar shumë Diamantit, u kon një njeri që na ka treguar që falet e që agjeron, na ka thënë xhamia na për foto, domethënë në këtë muaj të çajit Ramazanit me bankit trafik, do këtë qysh se kisha prit për një njeri tillë. Nga një anë është I nashtu, nga ana tjetër çfarë më thon. Zoti sqaron, nuk është puna e lekut, mund ka ardhi natë pse me bos është dash shkojnë për dikë tjetër që kemi organizuar për me bë. Keti më zgjenym edhe shumica e grupit se kanë pritën që mund të bëj ai gjithë kicën. Nimi asnjëri mirë se na kemi kontribuar sa kemi pas mundësi, kemi dha parë të pushimit, kemi kontribuar nëna, më ne bëm asnjë me këtë radhis se shot arsyeshme. Dhe duke qenë se Diamanti u zhduk pa I dhënë asnjë shpjegim, djemve të diasporës nisemi drejt Ferizait për t'u takuar nga afër me të dhe për të kuptuar se ku kam përfunduar paratë e përvetësuara. Trokasim në banesën e tij, por askush nuk na përgjigjet. Numri I telefonit të Diamantit rezulton I fikur, ndaj kontaktojmë bashkëshorten e tij. Nuk kam gjestë këtë punë, edhe unë jam punë, nuk kam qatë fëmijët e mi më të më fillu prej sanëpti. Nëse keni diçka me ta, merr me ta. Pas disa minuta shpritje, Diamanti nuk duke gjëkundi. Dhe për fat përballemi me të në derën e dhomës. Si kalove? Kam ardhur për ato lekët që çunat kanë dhënë për Xhestin, dhe ja u kthesh. Diamanti na e mbylli derën, pa na dhënë asnjë shpjegim se ku kanë përfunduar me mira e eurot e përvetësuara dhe nuk u bëi gjallë për pjesën tjetër të ditës. Tashmë djem do të nisin procedurat ligjore për mashtrimin e pësuar nga 32 vjeçari. Ndërkohë që e kanë një mesazh për Diamantin. Ju kisha lutur se na keti na shqiptarë dhe na këtu parë nuk I gjërna lloj, por na kena çep me bën pak mirë diçka se edhe neve na merr malli për vendin tonë. Me si bëjnë të sene se nuk janë të vlefshme se herë duar kur dalin rrana dalin shesh. Pe që ju mashtrues, ngele çdo herë mashtrues, tan vit tan jetë ngel mashtrues. Veç kujdes nëse ka fëmijë se dikush tjetër e mashtron fëmijën tonë të shtin grackë dhe ikën. Mesazhi im është mos mi besu askujt, mos mi dërgu parë pa njoft njeriu. Në këtë botë ku njerëzit duan të përkrahin njëri tjetrin, të ketë sa më pak diamant që zgjedhin të mashtrojnë. Shpresojmë që ky 32 vjeçar të ketë pasur një arsye të fortë për t'i shpenzuar paratë e donatorëve. Ndoshta janë përdorur për diçka më të rëndësishme se sa 5 parashuta me mesazhe, por nuk përjashtojmë se mund të ishin përdorur edhe më mirë. Ka shumë gjëra më të rëndësishme në jetë që ndoshta mund t'i shtyjnë të reflektojnë edhe këta persona, mbështetës të flak të uraganit Xhest.